gjykata ka nevojë që të gjejë të vërtetën në të gjithë këtë rrëmuj, që të gjejë që nuk ka asnjë provë në argumentet e ZPS-së dhe ky trupgjikues të bashkohet rreth së vërtetës lidhur me pafajësinë e zotit Veselit. Kështu është shprehur avokati i Kadri Veselit, Rodney Dixon, në seancën e fundit të deklaratave përmbyllëse, duke theksuar se gjykata speciale në Hag nuk mund të shpallë fajtor një person nëse kjo shpallje fajësie mbështetet mbi prova të patestuara dhe thashetheme. Dixon tha se të hënën, ZPS bëri një përpjetje të fundit për ta lidhur Veselin me pikat e aktakuzës. Në ZPS-ja kur foli të hënën e përmendi shumë pak zotin Veseli, deri në momentin kur nga fundi zoti Halling ju rikthye edhe një herë trillimit të ZPS-s, të ligjeve dhe fakteve për një përpjekje të fundit për të përfshirë zotin Veseli. Sipas nesh, deri në të momente nuk u tha asgjë. Madje, edhe kur than fjalë boshe. Asgjë deri në fund të fjalës së ZPS-s, sepse nuk kanë asnjë përgjigje për akuzat që ngritëm ne sa i takon argumentave të tyre kundër zotit Veseli. Por sidoqoftë, ata pretendojnë se ne nuk kemi trajtuar themelsin, pra themelsin e akuzave të ZPS-s. Është akuzë rënd kjo për ZPS, sepse ajo që bëra unë javën e kaluar ishte pikërisht të trajtoja çdo pretendim të tyre një e për një, për t'u treguar se ishin të pabaza. Pra, e thon shkurt, të testohen provat kundër të akuzuarit, të kundërpyeten dëshmitarët. Duhet ketë vlera provuese të provave dhe në mënyrë të tillë që ne të kemi mundësi t'i testojmë. ZPS-ja po përpiqet të shfrytëzojë pikërisht fillin e artë të drejtës penale për të lidhur klientin tim. Ky parim ligjor është i padiskutueshëm. Gjykata nuk mund të shpallë fajësim për një person, qoftë kjo për pjesëmarrje të drejtë për drejtë, apo pjesë e një plani të përbashkët penal, apo përgjegjësi e prore, nëse kjo shpallje fajësie do të mbështetet vetëm mbi prova të patestuara dhe mbi thashetheme. Ai përsëriti se zyra e prokurorisë specializuar nuk ka asnjë provë që lidh Veselin me krimet e pretenduara. Shikojeni se çfarë citohet. Provat që janë cituar prej ZPS-s për të përpjekur të tregojnë që zoti Veseli ka qenë në zonën e përgjithshme, por asnjë provë nuk e tregon konkretisht ku ka qenë në këtë datë konkrete, edhe nuk ka qenë fare në këtë zonë në këtë kohë. Ata nuk mund ta bëjnë këtë për të thënë që mund të vërtetojmë ne në KP-n thjesht sepse mendohet që ka qenë diku në zonë në mënyrë të përgjithshme. Avokati tha se të gjitha pretendimet e drejtë për drejta apo rrethanore kundër Veselit janë të pabazuara. Si shembull, ai mori një video të publikuar nga ZPS në gjykat, ku një dëshmitar tha se kishte dëgjuar nga dikush se Veseli ishte përfshirë në krime. Avokati theksoi se kundërshtojnë që dëshmia e një dëshmitari për ndalimet në Kleçk është dëshmi e bazuar në thashetheme.